Përshëndetje, jemi së bashku në specialin e orës 19 në të përditshmen tonë dhe ndajmë zhvillimet e orëve të fundit, po padyshim edhe zhvillimet kryesore gjatë ditës. Dhe ndalemi në kronik ku Eraldo Muçi, 30 vjeç nga Tepelena, është dukur pa gjurmë që prej 15 qershorit, ndërsa familja e tij jeton në ankth dhe varfëri ekstreme, duke kërkuar me ngulm të zbardhet fati i tij. Prindërit e tij në një intervistë për Blu Televizion apelojnë mes lotësh që autoritetet të veprojnë duke ju dhënë një përgjigje. Që prej datës 15 qershor, Eraldo Muça nga fshati Bylysh i bashkisë së Memaliajt është dukur pas një gjurmë. Familjarët e tij, prindrit e moshuar, apelojnë për gjetjen e djalit pasi prej asaj date nuk kanë më asnjë kontakt dhe nuk dinë asgjë për fatin e tij. Telefonatën e fundit ai e ka pasur me të ëmën, të cilës i ka thënë se ishte në Memaliaj, por që prej asaj kohe deri më sot nuk ka asnjë informacion në lidhje me të. Familja jeton në kushte ekstremisht të vështira në fshatin Bylysh. Numri votator që shirët mund ta ketë fikur telefonin. Ju lutem, provojeni vëllai. Eraldo Muçi, 30 vjeç, është dukur pa lënë asnjë gjurmë që prej datës 15 qershor. Ai është larguar nga banesa në fshatin Bylysh të Tepelenës dhe prej asaj dite nuk është kthyer më. Prindrit e tij, Lili dhe Sefer Muçi, në një intervistë ekskluzive për gazetaren Entiola Budo të Blu Televizion, kërkojnë ashteti që të zbardhë sa më shpejt patin e djalit të tyre. Në një shtëpi të rënur pak kilometra larg Memaliajt, ku jetojnë në kushte ekstreme varfërie të moshuarit, tregojnë se Eraldo i kishte telefonuar për herë të fundit, duke thënë se ndodhej në Memaliaj. Që prej asaj dite telefoni i tij ka rezultuar i fikur dhe dera e shtëpisë nuk është hapur më prej tij. Brenda kasollës që më shumë i ngjan një gërmadhe si sa një banese. Fotografitë e Eraldos qëndrojnë ende në mur, ndërsa prindrit mes lotësh thonë se nuk kanë vënë gjumë në sy për 2 javë me radhë. Nga zëri kur fole, ndjeve ndonjë shqetësim, ndonjë gjë, ndonjë? Jo, fare. Asgjë. Ai më thoshte ku vindem në një vend, më thoshte më thonë asnjë gjë. Ke vënë ndonjë shqetësim te djali? Ndonjë problematik të ka thënë ndonjë gjë? Jo, asnjë gjë. Shqetësim asnjë gjë. Jo. Fare. Reki shefene, pimi kafeta, ku do në Tiranë, të kthehen. Edhe ka iku me një taksi. Ke një apel ti nëna për t'i bërë djalit? Ke një thirrje për t'i bërë? Sa po e vuani largimin e tij? Unë dua të më kthej djalin në shtëpi, të jetë mirë. Atë kam rritur unë në Buksat. 193 që ka marrë këtë, unë e di që ka me që. Kemi bojnë të, që kam rritë. Unë s'kam të asë. Ne duam. Unë shtetin e kam putë në lëvizje. E dje prapë ishëm dje në politi, e thamë shukë, kemi vajtë në rdo vend, s'kemi lënë një gjepa. Aji policiat. Deri ku ka arritur policia që e ka gjetur? Kemi vajtë në Gjirokastër, në Durrës, në tërë shtetet, edhe në Tiranë, te Imami, kemi vajtë. Edhe po do të veshaj në këtë policia i këtë Imami në Tiranë, ne kemi sa e thamë gjithë, do vend te Imami. Ne te Imami do vesh, i tha i, ne kemi vajtë në zame, do vend. Ka gjumi ku, ka gjumë për më. Po e shu, lere gjumi. Po sa ditë që ti edhe unë pangrën. Sipas informacioneve më të fundit, një gjurmë e mundshme e 30 vjeçarit është konstatuar në Sukth, ku mendohet se ka lënë makinën. Pas kësaj nuk ka asnjë të dhënë tjetër mbi vendodhjen e tij. Eraldo Muçi ka dalë nga shtëpia mëngjesin e 15 qershorit, pasi ka takuar prindrit, është larguar, duke bërë një telefonat në orët e drekës dhe duke u thënë se është në Memaliaj. Dhe më pas, telefoni ka rezultuar i fikur. Eraldo Muçi ka qenë ndër miqtë më të afërt të Aleksandr Sadikajt, i njohur si Sancho i Memaliajt, i cili u vra në mënyrë mafioze me eksploziv me telekomand në qershor të vitit 2022 pranë Tegut. Megjithatë, familja thekson për Blu Televizion se Eraldo kishte miq kudo dhe se nuk kishte patur asnjë konflikt të njohur. 15 të qershorit, ditë e diel. Edhe ka formë me tjema ndarkat. Qa po bëni hasë tjemës, pa buki tha. Qa të dite, më sa e diti, e di dhe unë. Shërë në fshatin e Bylysh në çdo vend nuk ka pasur. Edhe borx nuk ka pasur. Këto dy janë kryesoret. Borgji edhe zënia. Pasaja bëra denancimi pas një jave në Memaliaj. Ka marrë 4-5 herë atje. I kemi bërë dokumentat, kemi edhe firma. Edhe ta zbile. Deri tani s'ke marrë asnjë njoftim? Asnjë sinjal, të është i gjallë apo që i vdekur.
Aja është e vlatin. Ju thatë që nuk ishte asnjë problem djali, asnjë shqetësim asgjë. Absolutisht. Dhe kur është njësur, që ka ikur, që në Durrës është parë. Në Durrës ka shpur makinën të karburanti i Suksit. Të karburant, e letë 3-4 ditë atje, edhe vetë ja merr një shok e ka shpur të shtëpia. Ai shok ka me Maliaj, Durrës, Tiranë, në çdo vend. Mund të jetë ai shoku mirë, edhe mund të jetë i punësuar, mund të jetë ai shok që e futi me faj, e futi hikën, hajde ajë. Të dy ajo. Ju jeni të shqetësuar apo jo? Shumë fare. Ta gjumë, do e 17 ditë sot, se unë jam e qikë mos e thje, nuk jam njeri, jam 73-74 vjetë. Drama e familjes Muçi është një thirrje e dhimbshme dhe njerëzore për ndihmë. Dy dëmoshuar që presin çdo ditë me shpresën për një lajm të vetëm. Ata nuk kërkojnë më shumë, veçse të zbulojnë të vërtetën për fatin e të birit. Ndërkohë me informacionet e orëve të fundit, informacione paraprake të orës 17:30 pikërisht datës 2 korrik, mbi situatën e zjarreve në qarkun e Vlorës, aktualisht në territor ka vetëm një vatër zjarri aktive. Në bashkim Finiq vazhdon të jetë aktive vatra e zjarrit, e rapitur rreth orës 12:15 ditës së djeshme në kufirin midis fshatrave Grazhdan, njësia administrative Livadja dhe Malçan, njësia administrative Dhivër. Këto informacione na vijnë nga korrespondenti ynë, kolegu gazetar Thoman Nika nga Saranda. Do të vijojmë me të tjera në zhvillime, do të rikthehemi përsëri në aktualitet, por në të tjera zhvillime, tatimet kanë nisur pikërisht fushatën e verifikimit mbi 18.200 njësi me qira ditore të listuara në BNB dhe Booking në Shqipëri, duke kërkuar vetdeklarim në sistemin Diva për të shmangur penalitetet. Në Vlorë, ku kjo praktikë është e përhapur, pritet të zbardhen të dhënat mbi përmasat reale dhe ndikimin në konkurrencë përmes kontrolleve të drejtpërdrejta gjatë sezonit. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve në Tiranë ka nisur kontrolin mbi apartamentet me qira ditore, mbi 18.200 njësi të listuara në Airbnb dhe Booking. Autoritetet tatimore qendrore ka nisur nga qeshori një fushat të zgjeruar kontrollin ndaj individëve dhe bizneseve që ofrojnë apartamente me qira ditore përmes platformave të njohura si Airbnb dhe Booking. Sipas të dhënave të publikuara, mbi 18.200 njësi aktive janë aktualisht të listuara në këto platforma vetëm në Shqipëri. Një shifër që reflekton rritjen masive të turizmit alternativ dhe ekonomisë së qirave afat shkurtra. Po si është situata në Vlorë? Sa prona janë të regjistruara në platformat e qirave ditore? A kanë kontrolle mbi to dhe janë ato duke prishur konkurrencën? Ja se çfarë thot për Blu Televizion Spartak Tozaj i agjencisë imobiliare Valona Home. Për sa i përket platformës Airbnb dhe Booking për qytetin e Vlorës për apartamentet për sezonin e verës, për turizmin, funksionojnë që ti edhe fotot e pronës, një përshkrim, vendodhjen edhe kushtet që ofron shtëpia. Normalisht duhet të jetë me kushte optimale, sepse një që vinë për turizëm nuk vinë thjesht për të flëtur, vinë që të ketë kushte optimale shtëpia dhe ato janë dhe ato banese që punojnë më shumë. Për sa i përket Airbnb dhe Booking na kanë prishur punë për sa i përket qirave afat gjatë, sepse është një problem i madh tani, duke qenë se gjithë kërkojnë të punojnë me qira ditore dhe qira afat gjatë si për tuaj dhe për vendasit që punojnë si sezonal, por edhe afat gjatë nuk gjejnë një banesë për të jetuar, tu është bërë një problem i madh. Si strukturat e regjistruara janë diku te 10.500 strukturat e regjistruara, po që shumica e tyre janë ilegal, janë të pa deklaruar, pa nipt, edhe kjo bën një problem të madh si për ne dhe për hotelet që, sepse ata mund ulin çmimin, mund punojnë dhe me 20 euro dita, nuk i kushton gjë, ka pronet i pa regjistruar, nuk ka asnjë farë takse dhe aty i del verdia. Ndërsa hotelit i brish punë se ka punëtor të paguar, ka taksa, ka normal që ofron një standard. Dhe kjo është bërë një problem jo vetëm në Shqipëri, por në mendja dhe në qytete të zhvilluara si Franca, si Spanja dhe Italia, është bërë një problem i madh. Por me sa duket, drejtoria e tatimeve në Vlorë nuk është në sintoni me qendrën, sipas informacioneve nga burime brenda administratës tatimore. Deri më tani nuk është ushtruar asnjë kontroll mbi platformat Airbnb dhe Booking. Ministria e Financave përmes sistemi Diva ka kërkuar që të gjithë pronarët e këtyre njësive të deklarojnë zyrtarisht aktivitetin e tyre në mënyrë që të jenë
përputhje me legjislacionin fiskal dhe të shmangin penalitetet. Sipas njoftimeve zyrtare, deklarimi të ardhurave dhe pagesa e detyrimit tatimor është tashmë një domosdoshmëri për të gjithë ofruesit e këtyre shërbimeve. Strukturat përkatëse do të krahasojnë të dhënat e deklaruara në sistemin e fiskalizimit, ndërkohë që rastet me rrezik të lartë do të hetohen në bashkëpunim me autoritetet tatimore ndërkombëtare. Nga qershori deri në tetor, tatime do të zhvillojnë verifikime të drejtpërdrejta në terren për të monitoruar subjektet dhe individët që ofrojnë apartamente me qira ditore. Këto kontrolle do të fokusohen në përputhshmërinë e veprimtarisë me ligjin, pagesën e tatimeve dhe zbatimin e detyrimeve që lidhen me fiskalizimin dhe licencimin. Autoritetet kanë paralajmëruar të gjithë subjektet e listuara në Booking apo Airbnb që të kryejnë vetdeklarimin sa më parë në platformën Diva për të shmangur gjoba, hetime apo përjashtime nga aktiviteti. Në Vlorë, shëtërvanet publik vijojnë të jenë jashtë funksionit pavarësisht temperaturave të larta dhe fillimit të sezonit turistik. Qytetarët kërkojnë ndërhyrje urgjente duke i konsideruar shëtërvanet si element të nevojshëm freskimi dhe estetike për qytetin. Zhvillimi dhe ky njoftim ka ardhur i përgatitur nga gazetarja e terrenit Ariola Hasanaj. Temperaturat e larta kanë bërritur edhe në qytetin e Vlorës, por ndonë se vera ka nisur, shëtërvanet në hapësirat publike vijojnë të jenë jashtë funksionit. Ato që dikur shërbenin si një mundësi freskimi për qytetarët, sot janë të fikur dhe të braktisur. Në një kohë kur qyteti pret turist dhe temperaturat po shënojnë rritje të ndjeshme, mungesa e tyre ndihet jo vetëm në aspektin estetik, por edhe si një lehtësim i vogël në përballimin e të nxehtit. Ka një vëzhgim në terren, rezulton se asnjë prej shëtërvanëve nuk është i ndezur, duke humbur funksionin e tyre si element freskimi dhe zbukurimi për qytetin në ditët e nxehta të verës. Qytetarët shprehen të shkënjyer, duke theksuar se një qytet turistik si Vlora duhet të jetë funksional dhe estetikisht i rregullt në çdo detaj. Ata shtojnë se shëtërvanët nuk duhen parë vetëm si zbukurim, por si ndihmë për banorët dhe fëmijët në ditët e nxehta. Ja i kanë prishur këta, kush i ka prishur, nuk e di. Fëmijë ka la që kush e ka prishur, se kështu, kur s'ka të vjen funksion, ti vë shteti, ti vë në funksion, të vjen kontrol, policë, të kaj policër, bërë rominar, kaj policër, çdo vë kontrol. Të vjen kontrol çdo vend. Ky është shteti vë kontrol. Jo të rri shteti duke folur aty nga vendi dhe punë nuk bëjnë. Tallen me popullin. Po Vlora mbytet në ujë dhe Vlora s'ka ujë. Shëtërvani ka këtë veti që duke edhe ujtë, një pjesë e ujtë avullohet, a i merë nxehtësi nga mjedisi. Kështu që freskohet. Për freski. Çdo blok banesësh jashtë shtetit, që nga me 10 vjet në Itali, ka teren sportiv për fëmijë të vegjël, për moshën e mesme dhe për moshatarët. Moshatarët i zopin në sport. Çdo blok. Kurse këtu është bërë beton. Sikur ne do bëjmë luftë me botën. Edhe betoni ka sepse duhet dhënë strahimet. Mirë është të ndizën. Ne s'kemi ujë në shtëpi më. Çfarë ujë? Ne jemi me orar. Çka kërkon ti u shëtërvanin këtu? Ne jemi vendi dytë në botë, në Evropë, që ke ujë. Sipërfaqe metri katror. Në territorin e Shqipërisë edhe ti s'ke ujë. Ujtë e Bistrisës, Delvinës, dërë të gjithë ndet, kanali i Shukut, që i thonë ata. A i shu i pishëm. Me përshindjet, me analizat që kam bërë, specializat të shu i pishëm. S'ka Delvina, s'ka Saranda, është turfa këzës. Që është këmë abet. Izraeli e merë ujë nga deti, e pastron, e përdojë. Për vaditje, Arabia, Egypti, Katari, qarë shumë shtetë ata. Merë. Nuk punohet. Në pritje të masave nga autoritetet vendore, qytetarët kërkojnë që shëtërvanët të vijen sa më parë në funksion, si pjesë e domosdoshme e atmosferës verore në qytetin mbretëtar. Si një aksesor jo vetëm zbukurues, por i nevojshëm edhe për freskinë që japin qytetit, do lëm pas këtë zhvillim duke u ndalur tek 30 fotografitë artistike nga peizazhet e Vjenës, të cilat janë dhuruar Bashkisë së Vlorës nga ambasadori shqiptar në Austri, Fate Velaj, si pjesë e një nisme kulturore dhe bashkëpunimi mes këtyre dy vendeve. Velaj konfirmon se koleksioni do të shtojnë edhe 30 fotografi të tjera, ndërsa synimi është që edhe Vlora të pasqyrohet në ekspozita të ngjashme në Austri. 30 foto dhurat për Bashkinë e Vlorës. Foto të ndryshme me pamje nga kryeqyteti i Austrisë së Vjenë që vinë si dhurat nga vetë ambasadori i Shqipërisë në Vjenë dhe ish deputeti i Vlorës Fate Velaj. Por nuk do të jenë të vetmet, si edhe konfirmon Velaj, pasi këtij koleksioni do të shtojë në vijim edhe 30 foto të tjera. Ambasadori Velaj thekson se fotot janë me peizazhe nga më të ndryshmet nga kryeqyteti i Austrisë, ndërsa edhe vinë në kuadër të disa aktiviteteve që vetë ambasada shqiptare ka zhvilluar në Vjenë. Qëllimi tashti i këtij dhurimi që bëra unë fotografive të Vjenës lidhet
edhe me kontekstin tim si ambasador i Shqipërisë në Austri dhe vitin që shkoj ju e dini unë thërita Bashkinë e Vlorës për herë të parë ndodhi që një lëvizje kaq e bukur të merrte pjesë në festimet e festës kombëtare në datën 28 nëntor në Austri. E zhvilluam në datën 26. Kështu që ne do të vendosim ura të bashkëpunimit midis Bashkisë Vlorës dhe bashkive të Austrisë. Kam folur Bashkinë e Vlorës me Bashkinë e Linzit, që është nga qendrat më të rëndësishme sepse duhen parë edhe ngjashmëritë midis dy bashkive. Kështu që unë vendosa t'i bëja një dhuratë Bashkisë së Vlorës, 30 fotografi të organizuara do të jenë më mbrapa edhe të tjera. Ambasadori Fatevele ka theksuar se dhurimi këtyre fotove vjen edhe në kuadër të një bashkëpunimi mes dy vendeve, teksa synohet që Bashkia e Vlorës të jetë në një urë bashkëpunimi me Bashkinë e Linzit në Austri, ndërkohë që fotot të Vlorës sipas Velajt, ambasada i dhuron në çdo takim të rëndësishëm. Qëllimi është që këto aktivitete shtrihen edhe më tej, ndërsa pse jo, Vlora të pasqyrohet në foto edhe në Austri. Unë si dhurat ju çoj një pamje të Vlorës. Është një foto shumë e bukur, e mjeshtit të fotografisë Meta Gjushit me pamjen e lungomarës me gjirin e Vlorës aty. Dhe unë këtë në një kornizë shumë bukur ja u dhuroj atyre, madje në mënyrë simbolike ju çoj edhe nga një gosht me vete. Se kur vjerën tjetër mostoni nuk gjetëm gosht, edhe ata e marrin aq të bukur këtë gjesme për bashki në për zyra të ndryshme pamje Vlorës. Gjithashtu do të hapim dhe një ekspozitë të bukur në Vjenë, pamje nga Vlora, por që do të jem vetë kuratori i saj, do t'i përzgjedh vetë. Vlora është historia, është dashuria, është muza jon. 30 foto të Vjenës në Vlorë dhurat për bashkinë, por nuk do të jenë të vetmet. Dhurata vjen nga ambasadori i Shqipërisë në Vjenë, vlonjati i certifikuar Fatevelaj, në kuadër edhe të bashkëpunimit mes dy vendeve. Jo më larg se dje, Pallati i Kulturës ka mirëpritur edicionin e dytë të festivalit Vlora Festival Foto, ku 60 finalistë konkuruan për 8 çmime në vlerësimin e një jurie prestigjioze. Mbrëmja u shoqërua me ekspozita, muzikë dhe emocione, duke e kthyer festivalin në një nga ato ngjarje kulturore kyçe si për jetën artistike, por dhe kulturën e jugut të vendit. E në lidhje më gjerë për këtë festival, për këtë konkurs, do të jemi me organizuesin e tij, Julian Bleta. Juli, më dëgjon? Po, të dëgjoj shumë mirë. Përshëndetje, faleminderit që pranove të ndash me ne eksperiencën e edicionit të dytë të Vlora Foto Festival. Faleminderit juve për ftesën. Si lindi, Juli, ky konkurs, të themi, ky festival kulturor për jetën e Vlorës? Ky ka lindur para 2 viteve. Këtë vit ishte edicioni 2 dhe lindi si ka qenë gjithmonë një dëshirë. Kemi më shumë se 10 vjet që e mendojmë për ta realizuar, po vjet ishte viti i parë që e realizuam. Dhe këtë vit ishte edicioni 2 dhe jemi shumë të kënaqur me të gjitha që në deri tani në çfarë niveli kemi arritur, jemi shumë të kënaqur deri tani. Duket se është mirëpritur mirë edhe nga spektatori, por padyshim edhe nga bashkëpunuesit. Këtë vit në edicionin e tij të dytë, çfarë tema trajtoi si festival, Jul? Tema ishte Vlora përmes lentes, që ishte në këtë edicion të dytë, më shumë kishim fotografinë e qytetit, më shumë ishin brenda Vlorës. Po. Për të pasqyruar të gjithë bukuritë e Vlorës dhe ishin më shumë tema Vlora përmes lentes. Kjo ka qenë tema, foto të ndryshme, por të gjitha kanë qenë të fokusuara në Vlorë. Kjo ka qenë idea. Që të gjitha ka pasur shumë pjesëmarrje jashtëzakonisht. Ka qenë e vështirë për zgjedhja? Ka qenë e vështirë për zgjedhja nga konkurruesit, Juli? Po, ne kemi është juria, që i falenderoj jurinë sepse ata janë shumë të rëndësishëm. Janë 6 pjesëtar jurie. Po. Dhe këta i kanë bërë një përzgjedhje shumë të mirë. Dhe përzgjedhjen dhe ndarjen e shpyve është marrë juria dhe ka bërë zgjedhjen më të mirë. Kurioze jam faktikisht që të di në qoftë se pjesëmarrja ose të gjithë ata që ju bashkuan këtij konkursi ishin të gjithë profesionistë apo të themi edhe të apasionuar pas fotografisë? Jo, nuk ishin profesionistë, shumica janë të apasionuar dhe kjo është gjëja më e bukur që ne kënaqemi dhe na jep shumë kënaqësi, sepse janë
ta pasionuar për fotografi. Dhe kjo është më e rëndësishme, edhe shumica ishin të tillë. Ishin shumë shqiptarë, po pak a shumë mund të themi që gjysma kanë qenë të huaj, që nuk e dinin, po ishin të huaj që kishin fotografuar Vlorën në të gjitha këndet, mënyra, sidomos peizazhin e saj. Perëndimet ishin më të shumta, patjetër. Sa i rëndësishëm mendon se është një konkurs, një festival i tillë kulturor për vetë jetën artistike të qytetit të Vlorës, Juli, dhe mendon ta vazhdosh si nisëm? Po, është shumë i rëndësishëm dhe është shumë i nevojshëm. Është pa diskutueshme kjo gjë. E kemi pasur pak të vështirë, po do ta vazhdojmë patjetër dhe vitin që vjen kemi ndërmend që ta bëjmë ndërkombëtar. Dhe të fusim shumë tema të ndryshme, si temën bardhëzi, temën portret, temën e fotove të rrugës, që quhet, edhe shumë tema të tjera. Serioz. Edhe kemi dëshirë që të fusim edhe konkursin e videos, si për Vlorën, si për Shqipërinë. Juli, ke shumë kohë që merresh me fotografinë dhe jo vetëm. Përveç se tashmë një pasion yti, është edhe një profesion. Por sot e kësaj dite, çfarë është një fotografi për ty? Është një dokument, është një komunikim, është një kujtim? Si e shikon tranzicionin e fotografisë? Po, për mua fotografia ngelet në përjetësi. Dhe kjo është ajo që unë e shikoj, që atë foton që ne bëjmë me shpirt dhe ajo transmeton shumë. Se transmeton, kur ti bën një portret, aty ti ke shumë, po të shikosh portretin, ti aty lexon, po të futesh thellë, aty lexon shumë në portret. Peizazhi është tjetër gjë. Fotografia është ashtu siç e the edhe ti, ka të gjitha ato kategorizime që bëhet. Ndryshe është një fotografi dasme, ndryshe është një foto artistike, ndryshe është një foto e realizuar ose e krijuar që nga hiçi, ose foto që ti bën me shpejtësinë. Ka shumë fotot artistike e një gjë, janë të gjitha të ndryshme. Po fotot artistike ose fotot bardhëzi ngelet gjithmonë e para. Fotot që transmetojnë mesazh. Jo thjesht një foto, po foto që transmetojnë ato që ngelen për gjithmonë, ose foto momenti që kapë momentin, ajo është më e mira e mundshme. Pati në këtë edicion një foto, një fotografi të cilën ti e veçoje dhe të la mbresa të veçanta, ose të paktën tek ty personalisht pati impakt të menjëhershëm? Po, pati shumë foto të tilla në këtë edicion. Këtë do të më veçoje? Ne nuk veçojmë dot, sepse ishin gjitha të bukura, po kishte foto ishin kreative, dhe ato më pëlqyen më shumë. Jo thjesht fotot që ti je në momentin e dur, në vendin e dur, po edhe fotot kreative janë disa, është ato që më pëlqyen më shumë. Kishte në këtë edicion, kishte shumë foto kreative në disa kënde që nuk të vete mendje, që duhet ti krijosh, që jo thjesht dali përpara, po ti duhet ta krijosh atë gjë. Po ti ka për një kompozim të veçantë mbi të gjitha. Një këngë ndryshe, siç thuhet, një këngë vështrimi ndryshe, ajo është që neve na jep diçka ndryshe. Juli, të marrim dhe pak nga profesioni yt, çfarë elementësh duhet të ketë një fotografi e mirë? Për të cilësuar një fotografi e mirë, të mësojmë edhe ne amatorët. Po, ashti varet që për çfarë e ke fjalën fotografi e mirë, sepse ka shumë kënd e ke fjalën për thjesht për foto. Për një foto të thjesht që kërkojmë ta bëjmë ta realizojmë të gjithë bukur. Qoftë nga një selfie, qoftë një foto që ja shkrepim dikujt ose një peizazh, diçka të tillë. Po, domethënë duhet të kemi lirshmërinë. Tërë sekreti është lirshmëria që krijon midis fotografit dhe personit. Që po ta kesh vënë kur bën selfie që të gjithë dhe ti ndoshta je shumë komode dhe i bën shumë bukur ato foto. Kur ta bën dikush tjetër, të duhet shumë kohë që të dy bashkë edhe këndi ka të bëj shumë, edhe është një gjë që duhet bashkëpunim. Në çdo gjë duhet bashkëpunim me midis fotografit edhe aktorit personazhin, në të dy anët gjithmonë. Po kur i bën vetë është i ke parë më e mirë kur e ndihesh më komode. Por ne përpiqemi që të bëjmë gjithmonë më të mirën, duke u futur çik më thellë të subjektit ajo që fotografojmë. Tek ato që fotografojmë, patjetër. Kam edhe një pyetje të fundit, Juli, faktikisht. Mendon se fotografia është edhe një ndërgjegjësim për publikun ose për opinionin? Po. Fotografia është nuk është ndërgjegjësim, po është një paqe që mua më jep dhe të gjithëve jep, është një lloj paqe shpirtërore që quhet. Që ti aty futesh dhe është një botë tjetër dhe është shumë e bukur që mund ju uroj, po ju sugjeroj që të gjithë që të merren me fotografinë, sidomos të rinj, ti shikoj që kanë këtë pasion. Dhe është gjë shumë e bukur që ata të fotografojnë dhe të testojnë.
Dhe të krijojnë se fotografia nuk është se ka fund apo ka limite. Ka gjithmonë zhvillime dhe ka gjithmonë kërkime që për të bërë më të mirën e mundshme ose për të bërë diçka të veçantë kreative. Gjithmonë duhet të përpiqemi për këtë, se nuk është se është fikse. Do ketë një edicion të tretë, edhe është herët të themi që do filloni përgatitjet, por të paktën në projektin tuaj, do ketë një edicion të tretë të fotografisë? Po, patjetër që do ketë, dhe siç të thash që duam të bëjmë diçka nga viti në vit, diçka më të mirë. Diçka më përfaqësuese dhe diçka edhe ndërkombëtare, neve ky që dëshira jonë dhe qëllimi jonë që kjo të bëhet ndërkombëtare. Dhe ftojmë këtu në këtë rast të gjithë bashkëpunëtorët, si bizneset, financuesin, sepse kemi shumë nevojë për bashkëpunime të tilla nga të gjithë, që ta bëjmë një festival ndërkombëtar. Që të marrë jehonën e dur, patjetër. Po, pajsoj dhe qytetin tonë të bëhet në Vlorë dhe të vinë nga gjithë bota, si workshope që duam të krijojmë, si të bëjmë edhe koloni fotografike, që të sillim fotograf nga Europa si fillim kemi menduar, që të rinë këtu një javë, ata të bëjnë fotografi, të shijojnë qytetin dhe në fund të bëjnë një ekspozitë dhe një konkurs me këto foto, që kemi për edicionin e dytë. Si dhe duam të ftojmë fotografë si shqiptar, si tuaj, që të vinë të japin eksperjencat e tyre në Vlorë. Juli, unë të falenderoj edhe di që është sezoni i ngarkuar, për vetë faktit se jemi në kulm sezoni, të falenderoj që ndave me ne emocionet nga ky festival. Falenderit tyre. Falenderit shumë. Ju përshëndes. Ishim me organizatorin e një nga festivaleve kulturore për qytetin e Vlorës, ku kryesonte fotografia. Do të ndërojmë temën e zhvillimeve tona, do të shkojmë te Gjirokastra, e cila ndër të tjera qytete po përjeton temperaturat ekstreme deri në 41 gradë Celsius, ndërsa mungesa e çezmave publike dhe infrastrukturës së freskimit gjithnjë e më tepër për qytetarin e vështirëson temperaturën e lartë edhe vetë zagushin apo vapën. Në mungesa alternativash, ata detyrohen të blejnë ujë duke përballuar edhe barë shtesë ekonomike. Gjirokastra po përjeton ditët më të nxehta të këtij sezoni me temperatura që arrin deri në 41 gradë Celsius. Në këtë vapë përvoluese, qytetarët përballen me një mungesë serioze të pikave publike të freskimit. Në qytetin e Gurt nuk ekziston asnjë çezëm publike me ujë të pishëm dhe ajo që bie më shumë në sy është fakti që në Gjirokastër nuk ka pasur asnjëherë një shatërvan publik funksional, ndryshe nga shumë qytete të tjera të vendit. Qytetarët shprehen të shqetësuar për mungesën totale të infrastrukturës që do t'ju lehtëson për ballimin e temperaturave ekstreme. Në që shpikrit të nxehtis, kjo është e vërtetë. Janë pak të papërballueshme temperaturat, po unë mendoj se një zgjidhje që nuk mund ta kenë të gjithë është plazhi. Për shembull në këto momente sapo kthehem nga Saranda. Ne kemi dhe shtëpi private, kështu që kemi dhe një çik freskëllëk. Po, e përgjithshme është ajo që thatë dhe ju, që duhen ato gjëra. Që t'i vish në ndihmë njerëzve, të moshuarve, të vegjëlve, të gjithë njerëzit kanë nevojë. Shinat janë një zgjidhje shumë e mirë, për ata që s'kanë mundësi të shkojnë më tej, apo në Sarandë, apo në qytete në bregdete të tjera, apo dhe jashtë vendit. Kështu që mirë do ishte që të kishte nga këto vende, të vinin në ndihmë njerëzve. Dhe ata që s'kanë mundësi, të kënaqen edhe ata. Brenda mundësive. Profesore, po kush i bëj? Dhe pse nuk janë? Me këtë temperatura nuk lejohet mbas orës 11 të lëvizjes. Pa patur shishen e ujit. Po jo të sot, të ngrohet sepse kondëson me trupin e edhe personin. Problem. Po të dalë, jemi detyruar të dalë. Po të dalë. Po të mbajtur shishen me ujë, në vetë. Kjo situatë është e vështirë, po vapa është vapë, qytetarët do ta përballojnë me sukses. Duan ca zgjidhje, të ketë një çezm diku këtu. Nuk kam pa ndonjëherë. Se dhe unë kam dashur të
shkojnë në një duar, po kanë vetë. Në mungesë të alternativave, qytetarët janë të detyruar të blejnë ujë në pika tregtare, gjë që rëndon edhe më tej buxhetin e familjeve, sidomos në këtë periudhë të vështirë ekonomike. Sipas Institutit të Gjeoshkencës, vala e të nxehtë do të vijojë edhe gjatë kësaj jave me temperatura që priten të qëndrojnë mbi 38 gradë Celsius. Qyteti përballet jo vetëm me vape ekstreme, por edhe mungesën e investimeve të nevojshme për përballimin e tyre. Ministri i Mbrojtjes Spiro Vëngu vlerësoi për kushtimin e forcave të armatosura dhe ekipeve të emergjencave që po luftojnë zjarret dhe fatkeqësitë në terren, si nga ajri në këtë ditë të nxehta dhe nga toka. I falenderoi me emra konkret efektive dhe zjarfiksit për sakrificën dhe shërbimin ndaj komunitetit. Ministri i Mbrojtjes Spiro Vëngu ka deklaruar se me shtimin e buxhetit për mbrojtjen si pjesë e një marrëveshjeje të dakorcuar me Aleancën e NATO-s, do të shkojë drejt prodhimit të dronëve ushtarak. Ai tha se vendi ymë është në negociata me vende si Izraeli, Turqia dhe Emiratet e Bashkuara. Vëngu nënvizoi se janë hapur 9 negociata ku vetëm 2 prej tyre janë përfunduar. Ne duam që të sigurojmë që shpenzimet në blerje armatimi të shpenzojmë që ai të prodhohet në vendin tonë dhe këto të kthehen në investime për vlerë të shtuar në vendin tonë. Do prodhojmë mjete të blinduara për riedzëzimin e industrisë ushtarake. Kemi 9 negociata në proces, 2 janë përfunduar me sukses sa i përket mjeteve ushtarake dhe kemi një negociat të përmbyllur për uniforma. Kemi negociat në proces për municion të kalibrit të vogël dhe të mesëm, po ashtu jemi në negociat me prodhimin e dronëve ushtarak në Shqipëri. Ministri tha se do të ketë një dyfishim të buxhetit të mbrojtjes. Teksa komentoi dhe samitin e NATO-s në Hag, ai tha se presidenti i SBA, Donald Trump, rikonfirmoi nenin 5 të NATO-s, i cili thotë se kur një vend i NATO sulmohet, atëherë futen në luftë edhe vendet e tjera. Syri 4 mirëpret rreth 5.000 vizitorë në ditë, por vazhdon të jetë pa një qendër shëndetësore verore, çka rrezikon jetën e këtyre turistëve në raste urgjente. Mjeku Nikolin Kote kërkon ndërhyrje urgjente nga shteti, ndërsa urgjenca e Delvinës mbetet e papajisur me ambulancë për terren malor dhe me mungesa në medikamente. Syri 4 ka regjistruar flukse të larta turistike ende pa ardhur muaj korrik, që sot është në ditët e tij të para. Statistikat thonë se mesatarisht numri ditor i atyre që vizitojnë atë pas investimit më të fundit, i cili i dha statusin park kombëtar natyror, shkon në 5.000 persona. E megjithatë, kjo qendër e madhe turistike vazhdon të lihet pa qendër shëndetësore verore. Kjo mungesë e paplotësuar për Nikolin Koten, mjekun pasionant të urgjencës në spitalin e Delvinës, është e pakuptueshme. Ai thotë se prej 3 vitesh së bashku me Bashkinë e Finiqit përsërisin kërkesën që atje të ngrihet dhe të funksionojë një qendër verore, pavarësisht se është qendër e vizitueshme dhe jo destinacion pushimesh. Në dëshpërim të plot, mjeku thotë se ai shkon atje për të shpëtuar jetë dhe jo për të shpallur vdekjen në rastin e një arresti kardiak të mundshëm nga temperaturat e larta. Pasi ambulancës së Delvinës i duhen minimalisht 23 minuta për të shkuar atje dhe të japë ndihmën e parë. Është Syri 4, atje ka 5.000 vizitorë çdo ditë. Edhe këtë vit, pavarësisht kërkesave që kemi bërë pafund në ministri, si dhe edhe Bashkia e Finiqit, përsëri nuk u ngrit një qendër shëndetësore verore. Mua më duhen, duke u nisur që nga Spitali Delvinës, duhen të paktën 23 minuta për të shkuar në Syrin e 4. Nëse një pacienti duhen 6 minuta për të mbijetuar dhe të ketë shansin për të mbijetuar, unë nuk e arri dot për ta shpëtuar në një arrest kardiak. Pra për 10 minuta i bie çdo minutë shansi mbijetesës ulet me 10%. Nëse shkon për 20 minuta është jo 100%, po 200% i vdekur një pacient. Mua po nuk do shkoj atje të shpall pacientin të vdekur, sepse unë jam doktor. Unë do të bëj të pamundurën për të shpëtuar jetën e një njeriu. Unë do ta rikthej një jetë atë. Dihet që ata që e vizitojnë Syrin e 4 janë shqiptarë dhe të huaj dhe jeta e secilit duhet mbrojtur, shprehet me shqetësim mjeku. Kjo sipas tij është mungesë organizimi e shtetit që nuk është normale. Sa herë që shkojmë dhe ja u themi në telefon ankesën, kemi bërë me letra, ju e keni bërë të pamundurën thonë, por të do ta marrim parasysh si ankesë. Po në të vërtetë çfarë bëhet? Po hyn në vitin e 3 që kam erdhur në Delvin dhe nuk është bërë asnjë mas. Atje ka dhe pacient huaj dhe po nuk duhet ta themi të diferencojmë të huaj apo shqiptar. Jeta është e njëjtë për çdo gjë. Të ndodh diçka që ambasadat ta ankohen, sepse ambasadat kanë vërtet fuqi. Por pse duhet të shkoj puna deri atje? Sepse ne kemi misionin të shpëtojmë jetë, jo të vëmë të shpallën ndika të vdekur. Syri 4 ka nevojë një qendër shëndetësore verore, siç kanë të gjitha pikat e tjera bregetare apo turistike në vendin tonë. Ndërkaq, doktori Kote thotë se urgjenca e Delvinës është e përgatitur për të pritur raste të shtuara në masë si në gastroenterite, ashtu edhe në infarkte. Ai tregon se dhe infarktet
munden t'i menaxhojnë me kompetencë profesionale, duke sjellë rikthime të pacientëve në jetë. Dhe këtu ai shpreh dëshpërim që ndërsa aparaturat janë siguruar dhe burimet njerëzore gjithashtu janë, ndërkohë që disa medikamente mungojnë. Presim që të kemi si çdo vit gastroenteroza në shtim, në masë. Ato kanë filluar tashmë këtu, por jo në një numër shpërthyes, kështu që bie që jemi akoma duke i pritur ato të ketë shpërthimin në korik ose në gusht. Gjithashtu dhe infarktet janë shumë të shtuara në këtë kohë. Për shkak të shokut që pësojnë pacientët nga insufishenca kardiake, nga nxehtësia e madhe, pësojnë shok. Arrestin kardiak ne menaxhojmë shumë mirë, ne kemi patur raste edhe me rikthime. Ne kemi qenë për shembull në një fshat që quhet Vllahart këtu, diku tek muaji mars. Kemi shkuar me ambulancë tonë brenda 3 minutash, ai pacienti ishte në arrest kardiak. Ne kemi rikthyer atje me defibrilator, me medikamentet e nevojshme që në atë moment i kishim. E kam intubuar që në fshat, kemi patur dhe raste të tjera me rikthime kardiake. Kështu që nuk është problem fakti që mund të kemi një arrest kardiak. Problemi është të kemi ato medikamente që na mungojnë. Spitali Ismet Shushi i Delvinës ka një repart urgjence që operon me qasje dhe organizim perandimor fal eksperiencave dhe kualifikimeve të mjekut Nikolin Kote jashtë vendit. Por ashtu si Syri Kaltër, edhe ky institucion shëndetësor me staf të përkushtuar ka nevojë të fuqizohet me një ambulancë të përshtatshme për në terenet malore, por edhe investime që u japin fund mungesave në infrastrukturën spitalore. Më 2 korrik 1990, rreth 5.000 shqiptarë kërkuan strehim në ambasadat e huaja në Tiranë, një akt simbolik që shënoi fillimin e fundit të regjimit komunist. Në 35 vjetorin e ngjarjes, ambasada gjermane publikoi ekspozitën digjitale me imazhe nga koha kur mbi 3200 vet kërkuan azil në selin e saj. Në 2 korrik të vitit 1990, mijëra shqiptar hynë në territorin e ambasadave të huaja që funksiononin në atë kohë në Shqipëri në kërkim të lirisë së munguar prej 5 dekadash. Brenda pak ditëve në oboret e ambasadave të Gjermanisë, Francës, Italisë dhe Greqisë kishin ngritur kampin e fushimit rreth 5000 refugjat shqiptar që kërkonin azil politik. Edhe pse nuk e dinin se ku do të përfundonin, shqiptarët ka përcyen murin e selive diplomatike në Shqipëri me një qëllim të vetëm, ikjen për në Perëndim. Kjo ngjarje është konsideruar si rënja e murit të Berlinit në Tiranë, që më pas do të sillte dhe zhvillime të tjera për të kulmuar në dhjetor të vitit 1990 me lëvizjen studentore dhe lejimin e pluralizmit politik. Në këtë 35 vjetor të hyrjes së shqiptarëve në territorin e ambasadave të huaja, ambasada gjermane në Tiranë publikoi online një ekspozitë digjitale me imazhe nga kjo periudhë. Në ambasadën gjermane kërkuan strehim më shumë se 3200 persona, ndërkohë azilkërkuesit në total arrinin në 5000 vet. Gjatë qershorit në kuadër të projektit shqiptaro-italian janë kryer gërmime në stilin arkeologjik të çukës së Ajtojit dhe në bazilikën mesjetare në Çiflik, ku janë zbuluar vare dhe struktura të rëndësishme. Drejtoria rajonale e Trashëgimisë kulturore Vlorë dhe studiuesit po punojnë për ruajtjen dhe konservimin e monumenteve të zbuluara. Nga gërmimet e kryera gjatë muajit qershor në sitin arkeologjik Çuka e Ajtojit, në dyshemen e bazilikës mesjetare u dokumentuan disa vare. Gërmimet janë kryer nga një projekt shqiptaro-italian në qytetin antik të Çukës së Ajtojit dhe në rënojat e bazilikës mesjetare në fshatin Çiflik në bashkinë e Konispolit. Gërmimet në qytetin antik të Çukës së Ajtojit janë përqendruar në kompleksin e quajtur Pallati, ku po dalin të dhëna të rëndësishme arkeologjike për jetëgjatësinë e vendbanimit, si dhe për funksionimin e godinave të kompleksit. Drejtoria rajonale e Trashëgimisë kulturore Vlorë, në bashkëpunim me drejtuesit e projektit, Dr. Julian Bogdani i Universitetit të Sapiencës në Itali dhe doktoresh Nervila Molla e Institutit Arkeologjik në Tiranë, po bashkëpunojnë për gjetjen e zgjidhjeve të mundshme me qëllim konservimin e monumenteve dhe strukturave arkitektonike të dala nga gërmimet arkeologjike. Ju falenderojmë që na ndoqët dhe qëndruat në Blu. Ju përshëndes, mirupafshim.